Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt, jemi në rubrikën Opinion. Sot të ftuar në studio kemi gazetarin Andi Betja. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Mirëseardhët Betja. Zoti Betja, si shihni protestën e ditës së sotme, le të themi që në një farë mënyre ka degraduar dhuna nga të dyja palët dhe ndërkohë që kemi pasur një prani të madhe të Partisë Demokratike në një protestë paqësore të shoqërisë civile, le të themi. Tani, pikës pare, unë do thoja që ta shikojmë çështjen pak më nga sipër dhe ato perimetra katror të liçeni, mendoj unë, janë një pasqyrë e mirë, jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë, të shikohet se si funksionon antishteti. E them këtë sepse të gjithë jemi tashmë në dieni që pavarësisht një teorie se duhet park as duhet park, mund të jenë dy që mendojnë mund bëhet e parku aty, janë 50.000 tjerë që nuk duhet bërë. Kemi një fakt të kryer që këtij akti, këtij ndërtimi nuk është dhënë leja mjedisore. Dhe ky është një fakt i pamohueshëm, e ka bërë publik edhe vetë ministri, dhe një gjë e tillë, prandaj them ky është gjithë pasqyra ku duket antishteti, përderisa nuk është dhënë leja mjedisore këtij objekti, mendoj që këtu gjithçka rrëzohet dhe çdo protest kundra një akti të palishëm është i lishëm, mendoj unë. Këto janë rregullat numër 1 në demokraci, prandaj nuk qofse akti është i palishëm dhe çdo protestë justifikohet. Nga ana tjetër, po duke i mshuar kësaj teze, unë them që përveç kësaj në këtë suaz ne kemi parë dhe mënyrën se si u procedua. E gjitha nisim një mungesë transparence. Një mungesë transparence që në direkt edhe kryetari vetë parlamentit, zoti Meta, e vuri në duke para 2-3 javësh, nisi me mungesë transparence, nisi pa leje 2 javë para, mundua të kamufloje, po jemi para një situatë të tillë që nuk kemi leje për një nga objektet ku ka më shumë barë në Tiranë, ku është mushkëria më e madhe e Tiranës. Në ana tjetër, kush mund më thotë mua që i kërkohet leje një kioske 2 metra katror dhe nuk i kërkohet gjithasaj sipërfaqe bari. Pra gjitha këto bien dhe në këtë suaz ku antishteti tenton të bëhet shtet, ndodhen situata të tilla ku policia pretendon se ka drejt, kryetari i Bashkisë Tiranës në këtë aspekt ai fillon kthehet nga kryetar bashkie kryetar policie bashkiake. Pra, deformimi i antishtetit ka ndodhur që në fillim. Dhe ky deformim nuk mund të pjell vetëm se akte të tilla. Ndërsa për sa i përket asaj që pse mori pjesë Partia Demokratike në se ka dhe zëra i thonë pse la shërim për civilet protestonte vetëm, unë mendoj që Partia Demokratike është vonuar në daljen e liçenit, do të ishte dalë më parë, sepse një forcë politike në demokraci është një forcë në shërbim të qytetarëve. Dhe të jesh shërbim të qytetarëve do të bësh këtë që po bën sot dhe kishte bërë dhe më parë, mendoj unë. Pra këtu nuk shoh asnjë, siç janë qytetarët, lëvizjet, ambientalistët, janë dhe politikanët. Janë dhe partitë politike. Madje unë do isha i lumtur, unë e përshëndes për shembull ministrin e mjedisit, i cili nuk e ka firmosur, dhe disa ministra të tjerë në KKRT, dhe ju kujtoj një ngjarje që në kohën e Berlusconit, për shembull ministri i ambientit, për një gjë pak a shumë ngjashme, jo të tyre përmasave, doli protestues në ministrin e qeveri, edhe unë do isha shumë i lumtur nëse do shikoja ministrin e mjedisit në protestë, ose mund të shikoja edhe në shtëpi, mund të jepte dorëheqjen për të dhënë një akt qytetar. Pra, në këtë deformim antishtet, kuptohet që do ndodhen gjëra të tilla ku policët në indirekt dhe pa e ditur shkelin ligjin, protestuesit fillojnë dhunën, jemi në një akt ku këto akte të tilla ku preket shteti, ne na duken shumë të parëndësishme nga njerëzit shqiptar, po në fakt po ta vëmë re në gjithë to 100 vjet mos formimit të shtetit shqiptar dhe vonesës së formimit të shtetit shqiptar, kanë qenë akte të tilla në thojza të vogla, të cilat e kanë lënë shtet kaq mbrapa në krahasim me gjithë shtetet tjera rajon dhe më tutje. Si mendoni, Betja, si dilet tani nga kjo situatë që ka përshkallëzuar? Shiko, mi më shoh ide se kjo është një pasqyrë antishteti dhe prokuroria këtu e shoh inaktive, sepse këtu ka vend për prokurorinë. Kujtoj ambasadorin Luçi flet për të paprekshmit. Ky është një rast ku mund të preken të paprekshmit, pasi asnjë nuk del kundërshtoj edhe nga majoranca të thotë që ne kemi leje, që ne filluam me leje, ne filluam mbas ligjit. Megjithatë unë po insistoj që edhe sikur të ishte mbas ligjit, prap unë do kisha dyshime për këtë projekt. Spari është e vërtet, unë nuk kyte ata, ta them fillimisht që nuk kyte ata ambientalist puro, që qyteti i Tiranës nuk duhet zhvilluar. Madje mund të them që jam pro parkingin në Toksore, sepse Tirana do zhvillohet. Tirana nuk mund të rri kështu, sepse një zgjidhje do e marrë Tirana.
Sikurse jam kundra betonizimit të parku, sepse mund të ketë një shembull ose dy shembull në botë ku parqet preken për këndelodrash, që ne nuk e dim finale, po e marr të mirë qenë, sikurse ka 200.000 tjera që nuk preken. Por problemi është ti po prek një park ku gjelbërimi për metër katror është 40 herë 100 herë më pak se sa çdo qytet tjetër evropian dhe çdo qytet tjetër në lindje. Dhe në këtë aspekt duhet një lejë mjedisi, po duheshin 10 verifikime lejë mjedisit një pas njëshme. Pra, kemi të bëjmë një akt ku është cënuar shteti ligjor, dhe kjo është një gjë e rëndë, pavarësisht se mund duket e vogël e theksoj për shumë këdo nga shqiptarët, gjë e rëndë jo vetëm për qytetin e Tiranës, po për gjithë Shqipërinë. Dhe nga ana tjetër, mendoj që në këtë ditë ndahet qytetaria me jo qytetarinë. Se po ka një tendencë nga si thua nga kryetari i bashkisë që thotë janë të paqytetruar, ne jemi qytetruar. Unë mendoj që këtë rast është e kundërta, pavarësisht se jo gjithë Tirana del në atë shesh. Unë mendoj që gjithë secili mendon si për veten e vet, unë për veten mendoj që mosdilja kundra këtij akti, nesër pas nesër do mbështynin fëmijët e fëmijëve e tjerë me radhë. Pra është një akt ku nuk bëhet kompromis për asnjë gjë. Dhe e treta, ajo që më shqetëson mua akoma dhe më shumë në gjithë të histori, është edhe fakti që akoma habitem se si ka akoma biznesmen në Shqipëri dhe sidomos Tiranë që duan të bëjnë lek akoma me ndërtime. Nivelli është biznesi, në thojse po them, më i ulët në këtë periudhë. Ka mira bizneset tjera dhe pra të pretendosh që të bësh lek me pallate të ngritura në park, nuk e të fundi botës. Nga kjo anë gjithë shoqëria ka një problem shumë të madh, megjithatë e theksoj, e rëndësishme është cënimi i shtetit ligjor, që sjell gjithë deformim dhe mendoj që sot ndahet qytetaria nga jo qytetaria. Tani si dihet nga kjo situatë thoni ju? Unë habitem për shembull se edhe kryeministri në një farë mënyrë ka marrë pak lehtë, sepse e shikoj që gjithmonë del nga fryngjia e Twitterit. Ka një shans, mendoj unë, sepse kjo histori nuk mbyllet as me dhunë, as pa dhunë. Kjo histori mbyllet me dialog, mbyllet me ulje, mbyllet me kthim brapa, sepse nuk është marrë leja nga fundit. Dhe kryeministri do të zbresi nga fryngjia e Twitterit dhe të kthehet në shërbim të shtetit ligjor, dhe në shërbim të qytetarëve, dhe në shërbim të disa oligarkëve, adresa interesave që fundit janë 5 me hiç përpara higjienës mjedisore të qytetit. Zoti Belja, sot gjatë protestës ju e përmendët pak. Në fakt është përdorur edhe një gjuhë, le të themi, artikulim me nota të larta propagande. Kjo është e dyanshme në fakt në politikën shqiptare. Megjithatë, një fakt tjetër i rëndësishëm është fakti që aty ka pasur armë. Domethënë, Partia Demokratike sot edhe në prononcimet e ndryshme nga drejtoria e policisë së Tiranës thanë që policët, 3 policë kanë qenë të armatosur, ndërkohë që nga ana tjetër qarkullon një foto nëpër media që dyshohet se edhe deputeti i Partisë Demokratike Ken Strazimiri ka patur armë. Si e shihni këtë? Unë prapë them shteti ligjor dhe funksionimi i shtetit ligjor është gjë kryesore për Shqipërinë në çdo vit, në çdo kohë. Nuk e di, a ka pasur klëf celulari, Strazimiri ka pasur pistolet, a e ka me leje, ka pa leje, këtë ta zgjidhim me drejtsinë. Është ashtu sikur po them funksionon shteti ligjor për lidhje me parkun dhe procedurën që është ndjekur, funksionon edhe për Strazimirin nëse është e vërtet. Po nuk mund të, si thua, të mbuloj gjithë kjo ngjarje, pistoleta e Strazimirit, të mbuloj gjithë të që po ndodh në park, me fjalë është qesharake dhe mënyra e shpikjes lajmit, pavarësisht se mund ta ketë, mos ta ketë, nuk e paragjykoj, po nuk mund ta mbuloj një pistolet në brez ose një klub celular në brez gjithë këtë ngjarje kaq të madhe dhe më duket qesharake dhe mënyra e servires dhe mbulimi mediatik më i madh në disa televiziones, po them të juve, që më shumë mbulohet rasti pistoletës në minutazh të Strazimirit se ajo që po ndodh në park. Kjo më duket qesharake. E qartë. Nëse ka probleme me ligjin, ta zgjidhim me ligjin, po protesta është tjetër, pistoleta aty në brez është tjetër. Aq më tepër që një pistolet në brez është situash si miku që kemi në breks, po them kështu domosdoshmë. Dhe sidomos të rast nuk do thotë që vuri kapelën Strazimirit dhe mbajti pistoletë dhe u prish protesta. E qartë. Ndërkohë, para se të kishim këto zhvillime të tyre ditëve të fundit që e përqendruan edhe një herë vëmendjen tek projekti i parkut të liçenit, debati politik dhe analizat vërtitës rreth asaj se ç'do të ndodh me reformën në drejtësi, palët që duket sikur po shkonin drejt një kompromisi kanë stopuar sërish.
ka pasur deklarata që nëse nuk bëhet reforma në drejtësi le të shkojmë në zgjedhje të parakoshme, si e shikoni gjithë këtë situatë? Unë kam qenë në këtë studio tuaj dhe kam përsëritur vazhdimisht që për mua rëndësishme është që reforma në drejtësi të bëhet sipas kornizave të Venecias. Madje kam thënë publikisht që pa pjatën e Venecias nuk e ha qoftën e reformës në drejtësi. Tani Venecia e dha ç'kishte për të thënë, Obdati me Uralusin janë aty. Mendoj që këto janë naze politike nga të gjitha krahët që nuk i shërbejnë fare qytetarit shqiptar. Reforma në drejtësi tashmë që ra dhe protagonizmi njërës palës e tjetrës për mua do të konsideruar si rutinë. Edhe klasa politike të gjitha aspekteve, gjitha anët do të lërë fjalët edhe të mbaroj të rutinë, sepse nuk kam kuptim. Unë kështu e gjykoj dhe në qoftë se nuk gjendet gjua, janë të gjithë të temi bashkëfajtorë në këtë moment që ka ngjerur sepse Venecia ka një kusht vendosur nga Partia Demokratike. Ka një kusht vendosur nga Partia Demokratike që ka vënë mandatin e deputetëve Suli. Këta nuk o bjen dakord në interpretimin e Venecias. Kanë dhe Uralusin, kanë dhe Obdatin, pra brenda institucione europiane, s'bjen dakord, hajde njerëz, jepni zgjidhjen ta mbyllim. Ka zgjidhje, po duash ka zgjidhje. Unë kam thënë herë tjera që unë do isha lumtur që reforma në drejtësi mos bëhen nga klasë politike, po nëse do bëjë nuk mund të bëjë nga kryeministri, të merrte flamurin, aq më tepër një kryeministër që ka në raport me shtetin ligjor ka shkelje të panumërta të vogla dhe të mëdha. Ka një mos përfillje ndaj shtetit dhe ndaj ligjshmërisë. Unë prapë në këtë situatë si lidhet edhe me të parën, edhe në një status tim në Facebook para disa ditësh më fola edhe për ngritjen e flamurit dyshëm të shtëpisë për shembull. I duket akti i vogël ai që ndodhi, por nuk është shpallur zi dhe kryeministri ka në vetë ngrenë dy flamurë dhe shqiptarën dhe belgun. E janë gjëra shumë të vogla, po që lidhen me atë gjën e madhe me parkun, janë vazhdimsi, edhe për sa i përket zgjedhjeve mendoj që tani që ra protagonizmi njërës palë ose tjetrës për reformën në drejtësi, ku si thua protagoniste më shumë ishte Venecia, mendoj që njëkohësisht duke parë dhe historikun e zotit Rama me zgjedhjet, i cili, po të shikojmë gjithë historikun e tij, nuk ka hyrë asnjëherë vetëm nga sipas zgjedhje, mendoj që mos ndalemi shumë te kjo çështje, sepse është e rëndësishme. Në qartë. Mendoni se do ketë, unë qëndroj edhe një herë tek reforma në drejtësi, është një reformë ose për dekriminalizim, le të themi, ligji dekriminalizimit mori më shumë se një vit kohë, në fakt që palët të uleshin dhe të binin dakord, ranë dakord për byron kombëtare të hetimit pas shumë kohësh. Kemi ngjitur te reforma në drejtësi, kemi pasur deklarata ditët e fundit, sidomos ditën e parlamentit, në fakt që edhe një deputet i Partisë Socialiste Taulant Balla tha se ne në darkë bijem dakord me kryetarin Basha, por në mëngjes nuk bijem dakord me kryetarin Berisha. Sa do zgjatet akoma ende kjo çështje? Nuk e parashikoj se do zgjatet, po them tashmë piketat janë, ajo që kërkonim ne, paktën unë si qytetar, që Venecia të kishte vulën, mos kishte deformime nga një forcë ose tjetër në interes të saj personal ndodhi. E quajnë, po e them një herë, që quajnë një çështje rutinë kuptimin e plot fjalës, sepse edhe nëse nuk bien dakord në këtë moment, kanë mundësi të thrasin dhe Obdatin dhe Uralusin dhe të vënë vulën përfundimtare. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që çdo ditë është humbje kohe. Mendoni se mungon vullneti praktikisht? Po unë them që vullneti nuk mund ta them 100%, megjithatë po them që është një çështje e bëshme në 3 ditë dhe mos u çuditni, se ne kemi ndodhur shumë shpesh para këtyre situatave kur zbëhet. E i thrasin ndërkombëtare dhe për gjysore bëhen gjitha. Edhe unë kështu e shikoj këtë situatë, kjo me një shkullë e veshit vogël kjo mbaron sepse procesi mbaroi. Tani është thjesht diçka përsëri për një mitë është rutinë. Kështu që mos u çuditni kur brenda javës tjetër, brenda 2 javësh, kjo të ndodhi dhe ne themi po këta sa kolla e bën. Sepse kjo ka ndodhur gjithë 25 vjet. Në rëndësi ka që ne në këtë reformë ruajtëm standardet. Nuk ishte një forcë politike që mori flamurin, nuk u lejuan asë deformime. Venecia ishte ajo që firmosi, edhe thashtë njëherë Obdatet dhe Uralusi janë aty prapë për çdo rast. Rëndësia ka që u ruajtën standardet dhe nuk u bënë standardet të cënueshme. Përsërisë njëherë është një rutinë që duhet ta mbarojmë sa më shpejt. E qartë. Ndërkohë Partia Socialiste është përpara një referendumi që u vendos në kongresin e kësaj partie. Si e shikoni këtë proces dhe çfarë mendoni për pozicionin e deputetit Blushi në këtë situatë që është krijuar tashmë në Partinë Socialiste? Mendoj që
them të privatisht, unë me Blushin ndajmë shumë orë dhe kemi mendime ndryshme për sa i përket tezave për të qeverisur Shqipërinë. Ai është më majtas, është një lloj cipre. Unë personalisht mendoj që këto teza majtiste në këtë kohë që po kalon Shqipëria nuk janë dobishme, megjithatë ajo është qëndrimi i tij, por për nga aspekti historik, Blushi me atë fjalim dhe me këtë qëndrim në Kongres ka një merit të pamohueshme, të gjithanshme, gjithë shqiptare, sepse jeni të bindur që pas asaj që ndodhi në këtë Kongres, fjalimi i tij që për mua ishte historik, një gjë ai e siguroi, që jo vetëm kongreset e Partisë Socialiste, po dhe shumë kongreset e partive tjera në Shqipëri nuk do bëhen më si janë bërë deri tani. Kështu që Blushit do t'ia njohim këtë merit, sepse me atë fjalim dhe me atë qëndrim i dha fund një epoke po themi të përçudnuar, ku kongreset zhvillohen atë mënyrë që zhvillohen, dhe për më tepër, unë këtë kam dhe me mediat, që edhe vetë kam punuar dhe kam bërë këto gabime, po ka ardhur një kohë që nuk mund të jepet 12 orë live kongresi një partie, nuk do në asnjë vend të botës. Të japësh 12 orë live, sepse çai krijon njerëz në kokë. I krijon që fati jote është lidhur me partinë. Përderisa arrijë shikon 12 orë kongresin, kështu që mendoj që Blushi e mbylli këtë epokë me atë fjalim. Unë mendoj që Blushi do ta ketë vështirë gjej vend me tezat e tij në këtë parti që drejtohet për momentin nga Edi Rama. Unë mendoj që ai nuk është vetëm, sepse po ta vinin tre, si kur u çua, ashtu dhe kur mbaroi fjalimin, pati më shumë se duator Kiti sa votime numëroi partia. Po, pati. Kështu që në një farë mënyre edhe Blushi shërbeu si një pasqyrë për Partinë Socialiste që të shohë vetveten. Arritën një moment aty ku kryetari i partisë, nga si të eliminonte garën, arrini thot numrit 2 a 3 sekretarit partisë, rrofsh do rrosh më shumë se unë që ma kujtove këtë. Një kleçk organizative juridike për shtyr garën. Pra, i bërë një shërbim të madh demokracisë, mendoj, jo vetëm PS-s, por të gjithë partive. Nuk e di fatin e tij si do shkojë. Unë personalisht nuk besoj që Blushi do gjejë vend në këtë parti të drejtuar në këtë mënyrë, sepse dhe diskursi politik i tij është i pangjashëm me gati 7% të atyre që morën fjalën në atë kongres. Mendoj që nëse nuk do gjejë vendin, do krijojë një forcë tjetër, sepse edhe në këtë studio kam thënë që vjen një moment kur nuk vendos ti më mbi fatin tënd, po vendosen rrethanat dhe historia. Dhe Blushi tani ka hyrë në këtë sistem dhe më shumë do vendosë historia për të se sa i për vetveten. Megjithëse historia ka treguar këtyre viteve se partitë fraksioniste, përveç asaj që ndërtoi zoti Meta, nuk kanë pasur ndonjë sukses të madh. Kjo nuk ka pikë rëndësie kur gjua jote, ato që thua ti, parimet e tua janë me vërtetën, qoftë pakic, këto i bën një shërbim demokracisë dhe vendit. Dhe megjithatë, parasisht ju keni drejt po ta marrim nga ana historike të marrim çka ka ndodhur. Unë mendoj që jemi në një situatë tjetër mbas 25 vjetëve, nuk jemi në atë situatë. Ne po i shikojmë partitë, është e vërtetë që fati i shumë të mirave materiale të shumë njerëzve lidhen me partinë. Megjithatë njerëzit kanë një vele të përgjithshme dhe mendoj që kjo vele do dalë te një forcë politike, te një shtresë, te një kategori që do shfryhet dhe do materializohet dhe sondazhet thonë që ka një kategoria gri vazhdon dhe shtohet. Përderisa kategoria gri vazhdon dhe shtohet dhe mbi 200.000 njerëz, 400 fakt, kanë tentuar të ikin jashtë Shqipërisë, atëherë tregon që ka vende për Blushin dhe për çdo njeri tjetër që mendon ndryshe nga këto formacione bunker partish. Mirë, zoti Mbetje, ne ju falenderojmë që ishit sot i pranishëm këtu në studio me ne. Edhe unë falenderoj dhe besoj se rrova dhe punë e pistoletës mirë të strazimit. Faleminderit që ishit me ne. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.